Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. Iku baj. Qa the? Qa thot? Mos e shaj desin këtu si gjëna. Qa the? A bëj emisionin vetëm pa Julin? Që ka mërit e jo. Që ka si o, morati. Si gjaj një qik dalini. Kanë tjenin haircut në të dhe. Duhet vetë nuk ka nevoj. Alo? Pa hama sikur se din që në talë e bëjo burë, asiherë, përza asiherë se kemi talë, asiherë. Pa pse bo këshu? Për të flasive. Do pushosh vetëm Julin. Okej, mi më regull, pushoj s'ka gjë. Ola me të s'ka gjë një në qenë. E parë sa okej ishe. Mas ti episodit, mirë pafshim. Me këtë e bësh vatose, se më kujtu nga kjo mbulesa bukës. Qa? Vazhdojmë bëjmë edhe më shumë sfida, po më pa tjetër. Më nërkoj dhe këtë. E pra, me që ne javën e kaluar ju trembëm, kësaj radhe u kthyem në normalitet dhe do bëjmë sfidat që ju na keni sugjeruar. Orë nuk më njeh më telefonin nga që luajm për emision, më merr. Sfida e parë. Mu plak dhe këtë do të prit ty. Bëj sikur po interviston dikë që s'ekziston. Okej. Që? Ti e koncept. Nuk jam fare këtu me ty, ja e shohim. Si unë ndjeve ti kur ajo të la. Në fakt një lyrë shumë bukur, po çfarë fshihet pas make-upit tuaj sot? Po nëse burri yt ka një të katërt. Po nëse ti ndryshon mënyrën si po eci. A mendon që unë shikoj më mirë se ti? Po sikur të ndryshosh dhe ti mënyrën e ecjes. Sfida tjetër. Bëni prank mamit sikur je 7 zën. Okej, po ja bëj. Jam 7 zën, mam. Çuça, Po, qa thu? jam 7 zën. E kur e more vesh? Tje. Ke bo testin? Po, Wow! Po si ka mundsi? ka mundsi, ka. Wow! Po që shumë abet me ty? Wow! Do ma rriti ma bërë? Do ma rrisësh ti. Wow! Larg! Më dhe rritë ty? Fare, zbodla, mbus këta lodhja të vogë dita la, me rritë rëtatin. E fillot a shiti, 20 vjeç, edhe nuk baro mo masane me të pjemme, deri 35. Jo, në si mënyrë. Qa ti bëj? Qa ti bësh? Shko, kanona ishë sa më ba? Po kanën. A ti qoja? I të përgjeju ati të kërboni shef? Të majde klyshin të ashe. Mu hiq? Sfida tjetër, përshëndesni njerëz në rrugë kot pa arsye. Ne jemi mësuar tani të bë kot gjona pa arsye. Jemi rrëzu, kemi fol muhabete, kështu që edhe këtë e bëjmë. Në nxjerr dhe me pull të kuqe në shesh. Përshëndetje. Jo kaq. Përshëndetje. 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 Po përshëndet njerëz sot, pse jo? Shëndetje. Si e mirë? Mirë ti? Shëndetje. Shëndetje si e? Mirë? Në këtë episod përveç La Villa Dramës, ne kemi edhe pa manualin. Jo dini shumë mirë që ne vdesim i qik për gocët e pa manualit, vdesim i qik për ato temat që ato diskutojnë. Si është vdesim të tallën. Më sakt. Në këtë episod të La Villa Dramës, kryefjala ishin fakti që Justin dhe Klea janë ndarë, edhe fakti që Benardi ka sjellë një projekt të ri pasi u pushua nga puna. Mos mua afro, i kanë Më pëlqen shumë mënyra se si Klea e shef 2 sekonda edhe Justini. Ti shifën 2 sekonda si ato cowboys atë kështu. Shifën 2 sekonda dhe pastaj Klea, mos më afro, maniak, largo. Po Klea, hajde më zemrën ime, Nuk dua, më lë rehat. Po psikën me vrapë, po prit. Më lë rehat. Po mirë, po pse hikeni? Ik mu largo, mos më afro. Po më shifjen sy. Nuk dua. Po Klea. Ik kanë. Më pëlqen që e nisën nga kati ku ishën, në thënë skenën në fillim, edhe prapë u kthy Klea aty. E morë këtë vilën rreth. I ka nej, sikur është në i manjak, do për tas Justin, do për tas po largo nga unë. Është me ta ka shkret. Justini, po t'ja fusi vrapit ama me ka, po sepse edhe pa i letë këtë momentin e vetë, Klea.
prit çast. Një sekond. Ojl, ama herë të rikrijojmë. Okej. Ti Justinin unë Klean. Totalisht. Okeja. Okeja. Mos hajde me familje, Po mos prit gut- më shpirt, mos Okeja. guxo me parë. Okeja bën gjoj dhe Kemi mbaru. Kemi mbaru bashk. Arrove këtë. Kemi mbaru Okeja. bashk. Mos guxo me marr mrapa. Po gjoj herë më shpirt, Kemi mbaru Okeja. bashk. Okeja, unë nuk isha ashtu më shpirt. Nuk më Nuk isha intereson. ashtu. Më kemi marru bashk. Mu hiq sysh. Okeja, Mu po hiq gjova nuk sysh. isha ashtu se Mu ç'duke. hiq, o Kristiana, ma hiq pak o Kristiana. Mu hiq sysh. Mu hiq sysh. Kushtesemi. Okeja, o shpirt. Po pse ti ke më mbrojmë të Ore ti kanë deri po. Po sepse me lokë shullu gjezë më para këtyre më. Para këtyre të tjerë. Justin! Si o Justin, o Klea. Qa go... O Klea, nuk futesh dot aty, është tualeti i çunave. Prandaj po e ndjek Justin i ka dash të liroj banjën. Ku pyesu për goza përveç teje, më dhe më një, më Ori! O zemra, ai për mesazhet. I pasur me i pe ti me mesazhe me gjëra që janë me shaka më shpirt. Qa shaka e më ti qeshe? Nuk qesha më... Se u mendu. Sa më pëlqen fakti që kjo e mbyll, Justini. Po jam. E më një 2-3 sekonda. Ore, po qa shakaje, po ti qeshe. Shakat për qesh janë këja. Motor? Qeshe i këtërat! Po nuk është normale kjo më shpirt që bën ti më. Unë s'futëm asjerë të grupi me ty me gozën, nuk se. Ore, as ishin ndarë këta? Qa të ndosh? Shumë bënim pa. Justin, do me unë s'futem asjerë të banja gocave. Ta dashjat. Shiqyra Justin që nuk futesh. Asa po këtu është super lart, asa fakti që ti dukesh në atë lloj forme. Çfarë po mendoj aty? O zemra, ishte montazh i vonë. Kisha 40 materiale, këta thoshin, ka ardhë, ka ngrënë darë, Kristoni me ardhë, me Dalinës kur më intereson, nuk ka mund kështë e kjeta nga sytë, kështë e malë me punë, po piskonin dhe ato briosha, 3 veta, 2 briosha, ne. Ku merret vesh ta ndahen drejt, pajtojnë darkë, shkojnë Ore, shtëpi bashkë. po këta u ndanë që të ndanë prapë? S'po kuptoj unë tani. Hajde me një vesh. Nuk e di. Hajde me vesh ose na pa, hajde hajmë të brioshat që kanë super të mirë për zotin, mbari lesh tyre. Më mek fakti që nuk marrin se cila nga një briosh, po kanë hap një aty, po e shqyen avash shqinë. E, ajo zuri gjumi t'jen dark. O të thënë. Që ju kanë bërë rast të syve më. Shumë mirë. Ka zënë top. E ma këtu, me thënë drejtën unë kam flit top fare, s'u nga hongër fare, për ju të dy nuk e di pse po e bëni këtë, unë kam flit si meret nesh, hiç s'u nga hongër. E ma shkëlqeni, vetmi person që ka rast sysh aty jam unë atë fytyrë. Dukshëm s'ke flit gjumë jolle. Po mendoja, mi ishte medium rare, jo. Si do flej unë. Këtu është skena që Benardi dhe Blerta kanë shkuar tek Dalina për të diskutuar për projektin e ri. Po, Blerta bën diçka këto. Qa vët? Mirë. Po ishim edhe, ky iku. Ku i kam? Po ike pra se nuk e përballoj dot. S'qa se përballoj dot kritikën? Jo, më zë. O Dalin, do një vend tu se e kemi gati. Bizera. Alo? Nuk do Dalina të vite ne, po s'ka që t'ishte ftum, Ne tham, mos kishte qef ka emision në vetë, Po ka emision. Ska gjë. S'ka gjë, pa merak. Okej. Na fal. S'kene, po pse vërtet e t'ishte ftum? Do më pushoj dhe mu më duke në steje. Jo, më zë, nuk përballoj dot që ti besoja të tjerët kështu. Okej, Blerta. Po ta vini re, i ra telefoni Benardi dhe Blerta direkt e mori. Të shkujt. Laura. Jetës së Blertës, Blerta. Grupi pa Blertën. O, e Macie, Ha, a do vish në live streamit ti? kush do jetë? Po kush të do jo. Aje ma ime. Kushe do jetë? Kushe. Më mek sa grenare është, e kapi vetën që tha të dhe Kushe do jetë? E por ta është edhe Justin ja pason në zemra këtu i thot. Kushe do jetë do përpytaj. Qaj të bëmë, o Just. Po qa të boj më shpirt, qa të boj? U Bori lodha mër, u lodha. Mirë. Lodha mër, u Okej, shterova mër. Mos u lot gjë? Do shta u lësë, se tha me aftushëm këta. U lodha. U lodha. Po me një fut në banjo, zemra, kam mik nga këtu, kam mik sipër, kam marrë prapë poshtë fut në banjo, vetëm për këtë arsye sepse nuk do me fol. Ka kokën e vet, më është dem, prilli. O zemra është super kokë fort. Ka kokën e vetë është
Shigjetar dhjetori. Uaj, që ka e qenë. Ka kokën e vetë të shpirë është gafore korrikos. Justin i muajin tjetër te pa manuali. Gota që janë 1 prill janë një e madhe. O Klea, hajde më se të çojë në zemër. Hajde dy me makinë. Se nuk dua. Hajde më në makinë o Klea. Nuk dua, tu të ikin këm, që halli kete? Që halli kam? Kam halë se të rëmben nga njoni më. Po, as për qesh nuk më bën më. O shpirë, hajde futu në makinë. As për qesh nuk bën më. Kur t'ka bën e herë me qesh Justini? O zemra, imagjinoj kështu interakcion e Justin me Klea. Ha. Qa ke bë? A Justin di e super lot për Zolu, mund që t'kam dashur. Prit, si ke qenë? Të rrisë të rash për toke për sot të rriu. Nisëm në mbarku. Ti kështu ti ka Po meka, jam Mosëm fane. çmen. Shje pak telefonin. Që ka moj? Ka bërë blok Klea Justinit. Ka më Klea Justinin? Po, e kam nxjerr ato fanpage-et e tyre, shife pak. Ajshe. bet kanë, moj. Gjesi që s'pëj hafare. Shet vetën pas tyre aty ta i muhabet kanë në shpirt. S'u hafare çapo ndo sa e bukur jam për janë perfekte. Bëm blok Klea me Justin. O Gen, a ka mundësi mos dali Genti më papritmës kështu se literalisht i herë ke xhami herën e kalume. Tani del prap, se çapo bë? Ku ka xhama, aty është Genti, si herën e kalume? A do më qosh në mu dhe në shpi se mu ka prish makina. Të prisha? Po hajde të prish, ha? Makina. Të prish, ha? Makina të prish? Genti hajde të të qojnë. Vetëm hajde, ha? Se që do tjetër. Po t'ja pu shaka. Le, se nuk do vi se thjesht po bëja shaka. Po të sprovoja pak zemër. Wow. Që ke do të mirë Jam ti? rabi mirë. Po njerëz në nevoj. Gjithi shkret, për këta pa buksa do zemra gjithmoni i kam një mund gjithë jetën. Ka që s'kam me qa me shku më shpi, kam një mund gjithë jetën. Ja ku na ka neve dy që na ka gjumë më shpi. Jesse Travel. 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 Jesse Trans. Të njëti. Nuk ka njëri ikë. Pa, Gjimika! Tatin. Moj, po Genti të ngacmon që? Normal Artemisa prapë me pyetje pasi ndodh gjëja. Ngacmon këty, Po, pasi ngacmon. Pasi Genti literalisht e ngacmoj. Mos ndoshta po ngacmoni ju të dy me njëri tjetrin? O, misi. Kjo ishte skena e fundit e La Villa Dramës, dhe në këtë episod ne kemi pa manual se me sekretet. Kjo është episodi i sekreteve që nuk i ndajnë dot. I ka ndarë, po okej. E di qa dua unë nga çunat e shkurtër, dua që Të vdesen. Apo s'ishte kjo? Jo, nuk të thoshte këtë, po okej. Bleta me shumë mundësi do e donte këtë që të vdisnin çunat e shkurtër. si mund t'i mbash partnerit të fshet faktin që ti ke qenë një striptiste, se kur ai të ka njohur, Ku të ka njohur? ku të ka njohur? Zakonisht ne dyja kemi thënë për herë partnerit. Ulla kam thënë paraprakisht që shiko jam striptiste, po deshe. Vazhdojmë bashkë. Po pse thot ku të ka njohur? Më fal, striptistet nuk kanë jetë? Nuk kanë Jetojnë aty për blertë. rritë të stripi gjithë ditën shkreta, po ka një dalin, pinë ata kafe, bëjnë ata podcast. Është më këtu në vit që rrimi se 4 orë s'kemi. Është që kam një account fake vajze. Se kemi të gjitha? Kam një account fake vajza, se kemi gjitha që shkon të më shumë, se Bleta nuk pati durimin ta gjonte deri në fund atë. Ajo vjen dhe bëhet progresivisht më keq. Kam një account fake vajze ku flas me meshkuj të tjerë, dërgojmë foto nudo, video, bëj sex chat me meshkuj të tjerë, ndërkohë me dashur nga 5 muaj lidhje dhe s'kemi fol kurrë tema të Bleta zeta. këto, a se kemi gjitha këtë? Ajo, për të gjitha e bëjmë. Po shumë normale. Edhe unë kam account fake vajze dhe çoj video nudo. Për herë më ndodh. Për këto i mbajmë fake-ët. Të them kur burrit tim që e ka të vogël, edhe shumë herë nuk e ndjej fare kur bëjmë seks. Por kur nuk do ja them, do ja thyente egon fare. Ua, më falë që qeshëm. Qa ka për qesh? Që se kam me të. Qa ka për Se qesh? kam me ty, ti nuk shuash, është okej. Qa ka për Është qesh? okej, jemi aftushëm, jemi aftushëm. Qa ka për qesh? Mos mërzi. Pse nejse. Tu abstenoj, nuk është një gjë për të komentuar, se nuk është një që ndryshohet. Faleminderit Megli, faleminderit shumë. Prandaj kemi Faleminderit. xhan Meglin e se Po, të konfronton ty. Shushu më mbron. Ai ndoshta mendoj që kam e aftueshëm. Ti nuk jemi aftuesh. Kur s'është mjaftueshëm? Kur s'është mjaftueshëm? Jemi aftushëm, shh, mos e le emisionin. Edhe le kemi jeto jull. Edhe le Po, që edhe kemi ne. të vogël.
Unë kam natë për vetëm s'ka shëtim. Dash të dashurën shtatzan pas 1 muaji dhe maman e saj. What the Es të bëhen baba me 2 fëmijë. Po më fal, çfarë janë 2 fëmijët e këtij? Një sekond, çai bie tjen? Çai bie tjen 2 fëmijët e këtij? Vlla e motër ose varet se Këto që merren ndonjë nga gjithë ajo, çai bie tjen. Kupton? Është normal fare fakti që ka lënë shtatzën edhe mamin. Edhe dashur. Gocën ç'a janë? Çai bie ti, prit një sekond, çai bie. Një mbes, vlla ose motër, çai bie. Ka lënë shtatzën mamin dhe dashurën. Po ku thohemi? Paren të rini fëmit, nëse fëmija nëse fëmija mamas del çun, i bie Ço lidhje ka gjithë Zemra nga çat fëmijë? drejshin. ka pra. Gjesi është shpirt. Ne harrojmë ngaherë se Gjesi me vërtet është nga Kamza. Sigurisht, Gjesi vazhdon mbetet nga Kamza, sado që është rrit, është zbukuru, bën podcast etj, vazhdon mbetet nga Kamza. Ç'lidhje ka me Gjes, ç'lidhje ka? Nëse fëmija bebi që ka bërë me maman del çun, Po? i bie që bebin tjetër e ka një pose mbes. Çat drejshin Gjes. O Gjes është shpirt. O Gjes. Çka ka dosh me thënë pash zotin? Nuk e di. Nuk di se ka prej këtë në montazh. Pak më kishte nxjerrë çik veten zgjot. Inces, a quhet incest? Jo, s'është Jo, nuk incest. është incest. Domethënë po çfarë quhet pedofili, çfarë drejshin? O Blerta quhet seks më burnesh. Seks midis mamit dashurës të këtij. Ose ndryshe quhet abort. Për do jul. Do jul. Frini këtë. Blerta duke përdor 2 fjalë të mëdha që di në fjalorin e vet. Incest apo pedofili? Ç'e bie tjetër? Ti është seks o shpirt. Ka bë seks me mamin, ka bë seks me dashurën, kaq ka bë. Jo, gjeni një universitet. Jo, gjeni një emër, nuk është normale. Kuptimi i fjalës të ka mashtrosur familjen. Ja Gjesi. Ja Gjesi. Gjesi ja gjej, pra ja gjeti termin. Bravo Gjes. E thën Kamzalieshe. Bravo Kamza. Mendoj Benardin e Andales sa herë bëj seks me të. Literalisht reagimi jonë se e vdek me e ke shkujt vet. E vdek me Blerta Çela e ke shkujt vet këtë. Sa bukur jam shkruaj. Mua zanisht kujtohet Benardi kur shon ai filmin e Mendoj Benardin e Andales kur shoh seriale. A mund t'ja thuash partnerit ose jo disa gjëra? Unë nga bërë një listë. A mund t'i thuash partnerit më mungon periudha që isha single? Për çau lidhe, për nëse do i thuash partnerit që më mungon periudha kur jam Sa tregon dot, domethënë. Po më single e kam bërë unë këtë? E ke bërë, Po. ha? Saj. Blerta jep mend, thot, për çau lidhje, përse e bëre këtë, pastaj thot, e ti ça, e kam bën vetë kom këtë. Pa manual fare, pra prandaj pasanimin ashtu. Nuk e kam bërë me tendencë negative për ta bërë atë tjetrin të ndihet keq, dhe nuk mendoj që ma ka marrë ashtu, se nuk e di se ma ka marrë, se tani ka ik, po. Ideja Ja me të është paqë, nuk të të partneri, sa mungon periudha kur isha single. ta allash një shpullat. Turinve Kjo thot që po t'ja thoshte kjo thot, nuk besoj ta ketë marrë keq, unë nuk kam thënë me tendencë të keqe, po nëse do ma thosh ta jap një llaun ty, more vesh ti. Po Blerta është kaq e rrezikshme. Për sot instalat e 2 fishta. A i tregon partnerit që të ka shkruar ishi? Po. Kur i shkruan ti. Po shkruaj vet jo. Të mbajtëm se Bravo qeshëm. Megli. Të e majtëm se na pëlqeu, Megli është më mira këtu. A mund t'i tregojnë partnerit numrin e saktë të ishave? Për sektura që tia sepse po i numëronin të treja. Duke i kalu ishtat kështu si vegime. 18, 19, 15, 25. 3. E lejmë ke treshë se është. Gjithsesi përgjigja është standarde nëse ta bëjnë këtë pyetjen. Cila është përgjigja Gjesi? 3. E dia. Sa herë ke përdor? Do jemi ne kur të jemi 60 vjeç dhe 60 është pak në 10 dhe do jeni ju akoma prapë që komentoni. Ama, do kemi gjetë sponsor të klinik deri atëherë dhe jemi plakne, like sugar. Imagjino pa manualin kur t'jen pleqë zemra. Po. Kur t'jen pleq pa manuali. Pleqt. Kjo le të jetë Gjesi se Gjesi do bim flokët deri atëherë. Pleqt që nuk kam proteza m'goj, janë një jo e madhe. Kur ai ecë me bastun. Do të thënë që e ka të vogël. Nëse ai është në azil pleq, është një jo e madhe. Kur nuk ka më shumë se 3 nipër, nuk bën. Nëse ne i duam shumë kosat e pa manualit, sepse na japin të lloj materiale, super të mira. Po. Love them. Dhe ne i imituam shumë mirë goca pa manualit kur të plakem, por e di kush ka bërë imitime po aq të mira thënë. Kolegët tanë. Kështu që ne në këtë radhë në top 5 që vazhdoj ta them shumë mirë Jul,
Peshe? Të radhën top 5 që ne kemi zgjedhur top 5 imitimet nga kolegët tanë për personazhe publik. Në vend të 5 është Fatosi Siledioni. Dhe sonte dua ta mbyll me këtë shprehje. Shtëpia pa fëmijë është si nata pa yje. Ndroje vendin, bolle bëre në përpyje, natën e mirë dhe paçi fat. Kjo e Fatosit mund të bënte më mirë me të drejtën. Thënë është okay, është fani, po mund të bënte më mirë. Është thjesht Fatosi që po mundohet të imitojë Ledioni, nuk është Ledioni. Në vend të 4 kemi Kostian Çobanin. Kostianin si Eni Çobani. Mirëmbrëma Ardit, mirëmbrëma publiku, përshëndes shqiptarët që na ndjekin në Kazakistanin Veri Lindor. Kosti i qa me vërtet këto rolet e grave. Nga gjithë gota që kemi mbil, Kosti i qa në rolet e grave, do mosh. Rrim ne mundohemi ne, jo, na merr Kostiani. Por që ishte shumë mirë. Në vendin e tretë është Fatosi si një këngëtar popullor, nuk jam më Ai Bajames. Bajames, të më Bajame, po ai është. Si ai këngëtari popullor që s'jam më me emrin. Me hëna, si era e malito. Me hëna. E ka qaf Fatosi këtë, me background dancers mund Artemisë, pra. Absolutisht, si apo. I shkonde çika ti postuar. Artemisa jashtë ritmi fare. Si gjithmonë, ambisi jashtë çdo gjëje. Edhe në vendin e gjyq. Vendin e gjyq, kush është? Është Aldi, si Prince Leka, Prince Mani. Si Filip, ditë konsultohem, si Filip gjyshi zë, pasë në familje bëqërore, si plerë që budit të bët, dushe ime. Mira që gjyshi zë, po. Nëna Geraldine, po. Ali do ishte në vend të parë me të drejtën, sepse këtë e ka qenë këtë rolin e qanë shumë mirë, këtë e bën shumë mirë. Por e konsumoi shumë. E zgjati si shumë. E bëri shumë mirë, po e zgjati si shumë. Kështu që në vend të parë, kësaj radhe ne kemi zgjedhur Meglin si Elsa Lilën. Ikona e ka qarë këtë rol. Abastanca, votat e publikut ishin të blera. Nuk do jap fam 2 herë asaj që adash në 2014, që e edukova me artin dhe diturinë time. Janë të blerë. Abastanca. Votat ishin të blera. Gjykata këtu afër janë. Megli është aktore shumë e mirë, kështu që e ka qarë rol, prandaj ishte në vendin e parë. Nëse ne i mbaruam këto, kështu që nga unë dhe Juli tani me papecat ton. Puti. Ajo gjysh. U bë minces, gjithsesi. Pa u puth. Puci. Andale!